Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat e horoskopit që do të rikthehet Ishi brenda muajit nëntor. Në vend të parë Dashi. Nëntori sjell një rikthim të paplanifikuar për Dashin, ndërsa janë të fokusuar tek jeta e tyre, një Ish që nuk e kanë haruar plotësisht do të kthehet me një mesazh në darkë duke i thënë që i mungon, dhe energjia e Marsit sjell tension, pasion dhe një valë emocionesh. Dashi do të tundet fort, sidomos për një Ish që ka lënë gjurmë tek ai. Në vend të dytë Gaforia. Gaforia është shenja më e prekur emocionalisht në nëntor. Një person nga e kaluara që i ka lënduar, por edhe dashuruar njëkohësisht do të shfaqet papritur për të kërkuar mbyllje ose një tjetër shans. Ky rikthim prek plagë të vjetra dhe hap ndjenja që Gaforia i ka shtypur me forcë. Rikthimi ka shumë mundësi të ndodhë fizikisht, jo vetëm me mesazh. Në vend të tretë është Virgjëresha. Virgjëresha ka një rikthim që vjen me ndjenjë faji. Ishi që i ka lënë pezull, që nuk ka dhënë shpjegime dhe që është dukur papritur, do të rikthehet me arsyetime. Do të ketë justifikime dhe përpjekje për të rregulluar gjithçka. Virgjëresha do të jetë skeptike, por energjia e nësë plot i sjell një përballje të drejtë për drejtë që mezi e ka pritur.